Papa Leo i 14 kryesoi për herë të parë meshën e natës së Krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, duke përcjellë një mesazh të fortë për dinjitetin njerëzor, lirinë dhe dashurinë e Zotit në një botë të shënuar nga padrejtësitë dhe shtypja. Pak minuta përpara nisjes së liturgjisë, Ati i Shenjtë doli papritur në sheshin e Shën Pjetrit, duke sfiduar shiun e dendur që kishte përfshirë Romën. Mira besimtare pritën papën me emocione të forta dhe duar trokitje në një moment të papritur dhe simbolik. I prekur nga përkushtimi i tyre, Papa Leo i 14 ju drejtua turmës me një mesazh mirënjohjeje dhe bekimi. Faleminderit që erdhët, edhe në shi, urimet më të mira për të gjithë. Le ta festojmë Krishtlindjen së bashku. Zoti ju mbrojë dhe ju bekoft të gjitha familjet tuaja, tha Papa. Pas këtij momenti të ndjerë, Papa u drejtua drejt Bazilikës së Shën Pjetrit, ku u prit nga një atmosferë madhështore dhe thellësisht shpirtërore. Mesha e natës së Krishtlindjes, e para e tij si pap, u kremtua në një bazilikë të mbushur plot me besimtar nga e gjithë bota, e ndër të tjera Papa dha një mesazh shumë të fortë. Ndërsa një ekonomi e shtrëmbëruar na bën të trajtojmë njerëzit si mallra, Zoti e bën veten si ne duke zbuluar dinjitetin e pafund të çdo personi. Ndërsa njeriu dëshiron të bëhet Zot për dominuar të afërmin e tij, Zoti dëshiron të bëhet njeri për të na çliruar nga çdo skllavëri. A do të jetë mjaftueshme kjo dashuri? Ishte pyetja retorike e Papës për të ndryshuar historinë tonë.